Vështirësitë në kanë kur jam taku për herë të parë me ta, ka qenë një pjesëtar i UÇK-s, kanë rrezikum nga forcat serbe. Kam qenë me rej sa bashkëshorti, edhe më kanë shumë rej, edhe në atë kohë e kom pushtu. Jo më si dashnar, pa pas heq, edhe kemi kaluë pozicione. Rastësi ka qenë, edhe si më ka thonë jam për Dernice, të rrim është, po edhe është i urtë. Edhe i urtë është, besoj i urtë, që thonë Drenica janë shumë tegër njerëz, janë aso për kur gjo, po thonë drejten. Ati që e kësha po fatë, jam edhe vetë, po jam në ishme më marrë thmi dhe më rajtë shmija më gatu, kur gjë tjetër. Këtu jetoj. Po. A do thonë, a punon me qa merresh? Pa, kom punu për momentin jam pa punë. Pa punë, ja? Pa punë. Që sa e pa punë kështë? Valla që një 6-7 muaj që është të po. A ke punu deri tash? Deri tash kom punu si sekretare në organizatën e pensionis dhe tani nuk në ishte të në rrugat. Po? A ke fëmi? Jo, Nuk keni? jo, thënë. Me bashkëshortin jetoni? Falë që po të pyes? Po, me bashkëshortin jetoj po, dhe e kam një bashkëshor shumë të mirë dhe ka lej shumë bukur me ta. Sa mirë. Ka më pëlqen që e pas ke dikon. Po, Do të thonë, pa tjetër se dhuratë është mija. Gjithsesi po, normal. Tani keni kujtimet më të mira që i runi me bashkëshortin. Gjithçka valla çdo ditë kem kujtime të mira, për çdo ditë. Kujtimet më të mira për çdo ditë. Kem kujtime të mira, po kem pas kujtime dhe kem pas edhe vështirësia ku na taku gjatë luftës. A nga trego pak se vështirësitë që keni pas? Vështirësitë në kanë kur jam taku për herë të parë me ta, ka qenë një pjesëtar i UÇK-s dhe ka ardhur në lagjen time dhe domethënë kanë rrezikum nga forcat serbe. Edhe kështu që unë në atë mesin e tina tërë kam qenë me rej sa bashkëshorti, edhe më kanë shumë e rej, edhe në atë kohë e kom pushtu. Domethënë nga forcat serbe, jo më si dashnar, pa pas heq, edhe kemi kaluë pozicionit edhe kështu që për atëshi na ka mejt dashuria në mësmeje. Koincidence, rastësi. Rastësi ka qenë, edhe si më ka thonë jam për Dernice, unë e thash, të ishë një agencion ku dhe kemi shku mi të rrim disa të holla, dhe thash, për Dernice i dhe që u adoja atje. Se adhoroj Dernicen shumë, se Dernica është legendare. A ta vota ka plecu dëshiren? Dëshirën më ka plecu dhe ka lej mirë me ta, shumë ka lej mirë me ta. A ki të rrim burin se Dernica janë të rrim ashtu? Të rrim është, po dhe është i urtë. Edhe i urtë, Edhe i urtë është, besoj i urtë, që thonë Drenica janë shumë tegër njerëz këtu në Kosovë, që thonë këtu Prishtinë që thonë. Ja, Drenica është janë trima, janë turë, dinë me vlerësu grumë, dinë me gjithçka dinë. Kur jem të këpjes, sa t'jep komplimente bashkëshorti? Gjithë më jep komplimente, dhe sa, gjithë një tesh me vesh më jep komplimente. Sa komplimente ma shpesh t'i jep? One jo shumë rrallë. One jepja shumë rrallë komplimente. Ti rolla ai ma shpesh? Po, one nga i noti, ta po ma merë dikush, e kam bukur. E kam bukur, shumë i bukur është. Pak gjeloz, a? Ja, pak gjeloze, shumë, jo pak o shumë. Se bore? Po, normale, ku ka të gjelozi ka dhe dashuri. Aty ku s'ka gjelozi, s'ka dhe dashni? E vërtet, që aja që s'ka gjelozi, s'ka dashuri, po, aja s'mundja gjelozia madhe, jo. Në ekstrem se ka ma gjelozin. Me njerë pak e gjelozoj, me njerë në reshë me njerë. Nuk e mojnë a i natin shumë madhë. Gjeloz dhe ai s'ku, ha? Jo, gjeloz, po nuk kum... Unë ma shumë pak. Unë ma shumë pak. Reali, e? Unë ma shumë pak, saj. Pa prit me këshyra i kanë kështë. Rrugët, janë që sinin. Ka thonë, qa me këshyrë bre? Una, shumë herë. Shumë herë, e vërtet që shumë herë e kom bolla, shumë herë. Mos e këqyr ato. Po, sytët, edhe që më thotë përgjigja e tina, sytët, po faljas janë shikimi o faljas. Aj më bën mu. Interesant. Po, shikimi o faljas. Po, e vërtet që ashtu është. Pëlqen që e runi këtë dashuri, shumë vite. A mendon që me kalimin e kohës, nisët dashuria mu shteru? Kur i bën vitet? Po nuk e di, jo, vëllat, së di, na është i veç na shtuat, se na tani sëm veç na dhe kështu që kalojna mirë, s'besaj. Nuk e di, ndodhen të teleforase, unë për viti kaloj mirë, nuk e di, a peshe qysh dashnori a gjumë, dashnore nga kati 7, në dhe gjutë këtë lajmë, atë në të mërrem ashtë ajo. Sa vetë një për të raste? Të më raste, që thotë sjellin. po, të burë janë për viti kësha bërë për jetë shumë, i kësha lonë. Se mi asi një themë të ndojo, atë ka të raftu, ose në ashtë e ka të raftu, nuk e di. Ato veç zoti e din ato sene.
Po, leje, ka tjera. Mos bodhëm, nësë në gjuj pikatët, është ne të merë është. E femnat janë shumë janë në pozitë keqe. Për momentin po, ka dhe femna shumë të qia. Po bojnë tradhtia, po bojnë gjithë shka, jam me thonë të mbroj gjinin teme, jo. Po bojnë tradhtia. Si e feministe shumë. Jo, e vërtet është se femnat janë ma gjeloze. Qa të pengon të femrat? Ha? Qa të pengon të femrat i Se qa? femnat së më pengon vëlla se të thamë drejten që tashtë mi këshu një konkurs pune, ku qëllon femës pranon. Po janë gjeloze. Edhe ku qëllon një mashkull, a i tep një premtem, edhe të pranon punë. E vërtet është. Që kjo dalim bëhet hala me gjini femrore? Shumë po bëhet vëlla, shumë po bëhet. Ku të femnat po të pranoj ose të thiri, aja s'është kërkorish. Mashtët janë ma realë, unë për vetit saj për këtë meje, janë shumë realë. Po më pëlqen, për ndërson mirë. Po shumë mirë edhe jeni, veç i lumë. Femna së për kur gjo, për të më drejten. E di që e kësha po femën jam edhe vetë, po femna është me maruthmi dhe më rejtë shpija me gatu, kur gjë tjetër. Ta që për shade ko gjatë deklaratës se fqet krasniqit. Jo, absolut, ja, me tas jam heqone. Heq absolut, në që krasniqit, po është puna që nuk krymë për punë sa mashkulli. S'ka forë sa mashkulli femna, absolut, korrekt. Një tjetër gazetare që s'po të një armeni me thotë, na muna një punë sa burrat. Sa është të vërtet? No, jo, sa është të vërtet. Se ti mund banë gjithë shka femna se në banë kur gjë. Heq. Edhe presidentin në heq se du. Kësha po mashkull presidenti për është, burri me i ka forësat. Burri me polici që me vesh një polici që ku ka forësa polici që? Ka po ka përlujnë këta. Polici është i fort. Me femna së banë kur gjë. Absolut heq. Heq së banë kur gjë femna. Po të një mesazh gjitha ndrove, gjitha femrat mja dhe në fund. Bone ma të mira edhe bërën e gjenin e juj. Sepse jeni largë gjenis juj. Të mënë nuk e vlerësoni gjenin. Mashkët e vlerësojnë, na vlerësojnë ma shumë gjenin e kondër se jo. Sepse janë jo që të të për keq kuptojnë, jo a i medallaver, së është të vërtejt. Usë më ka ndodhë kërë njëherë një mashkull më mucë, se më ofru një punë, se më thonë dojle apin e kafe, e absolut është. Ula që patë në kazmonë dhe femrat që vinë këto varë. Ato jenë marrë botoks, atë sene, por reklamuën mashkët, se shumë të mirë janë mashkët gjithkonë. Po flasë për shqiptarë. Po vinë rastësisht këto provokimet e burrave se Këto femnat i provokojnë mashkujt. Se jo, mashkujt nuk janë rënë në ola, po kur të provokojsh një mashkull ja mashkull, që thojnë. Nëse provoko mashkullin. është mashkull për shtatë gra. Po jo, me çfarë për një më zidel. Se më thoni ai del. Po më zidel një, se një këtë i bën shemull 50 diçka vjetë, i më nxi i krym të tyja të shtëpisë qasë i gruja, leje ma tjetër, s'ka leja të punë. Ato rajgjë, ato janë gënishta. Tërej batë mirat. Gjithat Një bisedë shumë e këndshme. Jeni kënaqë. Të roj edhe një herë shnet gjithë mirat. Gjithat një të për juve, hajde kalosh Kalosh mirë. mirë, shumë.